Politik apo teknokraci? Teknokraci. Reforme shpejt apo ndryshim gradual? Ndryshim gradual. Bashkëpunim ndërkombëtar apo fokus kombëtar? Absolutisht bashkëpunim ndërkombëtar. Analizë teknike apo intuit? Intuit. Politik apo sektor publik? Politik. Objektiva të mëdha apo hapa të vegjël? Objektiva të mëdha. Politika dhe vendimarrja. E hapur për trinj apo ajo tradicionale? E hapur për të rinjt. Fokus tek rezultatet apo tek procesi? Rezultatet. Politikat e sigurisë të brendshme dhe të fuqishme apo politike jashtme por aktive? Politike jashtme aktive. Vendimarrje me zemër apo me llogaritje? Me llogaritje gjithmonë. Përshëndetje, është kënaqësi që shihemi në këtë episod të radhës të Vox Politics me mua Edlira Çepanin dhe mbështetur nga Westminster Foundation for Democracy dhe Ambasada Britanike në Tiranë. Në fakt, kjo është një nismë që ne kemi ndërmarrë për të promovuar vajzat dhe gratë në leadership dhe në vendimarrje për t'u dhënë atyre më shumë zë, duke qenë se në bazë të gjitha studimeve dhe statistikave tona, vajzat dhe gratë në politik, në leadership, në vendimarrje nuk kanë mjaftueshëm zë as në median tradicionale, vizive, as në median e shkruar, dhe kanë pengesa shumë të qëndësishme gjithashtu edhe në mediat online. Pikërisht për këtë arsye kemi ndërmarrë këtë podcast i cili mundohet t'u jap zë dhe t'i njohim më shumë ato vajza dhe gra të cilat marrin vendime për ne në pozicione të ndryshme, qoftë politike, qoftë ekzekutive, qoftë administrative, edhe në pushtetin qendror, edhe në pushtetin vendor. Sot kemi kënaqësinë e veçantë që kemi një të ftuar e cila është në një sektor që nuk është i zakonshëm për gratë dhe vajzat, sepse është sektori i sigurisë dhe i mbrojtjes. Dhe kemi shumë kënaqësi që kemi me ne zëvendësministren e mbrojtjes, zonjën Blerina Abrazda. Përshëndetje dhe shumë faleminderit që e pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve. Blerina, ne zakonisht përpilojmë një CV, një bio të ftuarve tona, po unë pastaj gjithmonë e bëj pyetjen se si e shihni ju veten në 30 sekonda. Po unë do ta lexoj bion për t'u njohur pak edhe më shumë. Blerina është zëvendësministre e mbrojtjes në Republikën e Shqipërisë, që prej shkurtit 2025, me një karrierë të ndërthurur mes politikave të mbrojtjes, industrisë ndërkombëtare të sigurisë, ajo sjell një përvojë të gjerë bashkëpunimi me aktorë global si NATO dhe institucionet e mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Abrazda njihet për angazhimin e saj në modernizimin e forcave të armatosura, forcimin e bashkëpunimit me aleatët dhe promovimin e inovacionit në sektorin e mbrojtjes. E diplomuar me 2 mastra në tregti ndërkombëtare, menaxhim biznesi në Universitetin Luis Guido Carli në Rom. Ajo ka jetuar dhe punuar mbi 25 vite në Itali, në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke sjellë në fakt një kombinim dhe një perspektivë të gjerë ndërkombëtare në shërbim të politikave të mbrojtjes në Shqipëri edhe në sektorin ton të sigurisë. Sot ajo përfaqëson një zë të rëndësishëm në fuqizimin e rolit të Shqipërisë si partner strategjik në arenën globale të sigurisë. Kjo është bio që ne kemi përgatitur me dhënat që kemi patur për ju, por tash ne bëjmë gjithmonë këtë pyetjen. Kush është Blerina në 30 sekonda? Atëherë, Blerina është një suqeshri nga bio imi, gjithë karriera ime është në sektorin e mbrojtjes dhe të sigurisë dhe është qëllimi im që të mbetet kështu. Unë kam filluar karrierën time edhe pse jam juriste me profesion dhe pastaj kam bërë 2-3 gjëra të tjera. Karrierën e kam filluar në sektorin e mbrojtjes në Rom për një nga kompanitë më të mëdha europiane. Ajo që dihet shumë pak është që kryesisht kompanitë e mbrojtjes janë pothuajse gjithmonë shtetërore për shkak të interesit nacional që mbart industria. Nga aty kam kaluar në botën arabe, një gjë që shpesh nuk kuptohet është që lindja mesme deri përpara luftës në Ukrainë ka qenë tregu më i madh i blerjeve dhe inovacionit në fushën e industrisë së mbrojtjes. Pas asaj kam dashur të shoh se si investohet në industrinë e mbrojtjes dhe kam kaluar në një fond investiv, është fondi më i madh sovran në botë, Mubadala Group. Dhe nga Mubadala Group kam kaluar në Lockheed Martin, që është kompania numër 1 më e madhe në botë për defense equipment. Dhe
trajektoria e karrierës time ka qenë e qëllimshme, sepse doja të shija si punojnë European Primes, si punojnë investitorët në mbrojtje, si punon kompanit e mëdha amerikane, dhe së fundmi si punon pala tjetër e tavolinës policy makers shteti. Kështu që trajektorën e kam shumë të qëllimshme dhe kam përshtypjen që jam në pikun ku po e mbyll këtë rrethoren e të parit të të gjitha anëve. Për ta thjeshtuar për publikun dhe për ata që dëgjojnë, puna ime ka qenë kjo, që të ndihmoj shtetet të marrin dhe të blejnë opsionet e duhura për mbrojtjen e tyre, siç po shohim në linjën e mesme këto ditë, të gjitha sistemet e mbrojtjes antiraketore, pjesën më të madhe të tyre, i kam shitur unë me kolegët e mi. Edhe për ta thjeshtuar më tutje, para disa ditësh më shkrua një fqinja ime dhe në Abu Dhabi dhe më thot, pas 15 vitesh më në fund e mora vesh se çfarë pune pas ke bërë, se nuk e kuptonte. Kështu që kjo është pak a shumë, është fush pak e njohur në publik, njerëzit nuk kanë interes, por siguria është kështu që një shtet mund të ketë 1000 probleme. Në moment që ke një problem të sigurisë kombëtare, ke vetëm një problem, gjithçka tjetër impaktohet. Është shumë vërtet. Në fakt jemi në një periudhë vështirë pa sigurie, problematike, të cilën nuk e dim, edhe do të thoja edhe një periudhë në cilën vendimarrja edhe logjika është shumë e rëndësishme, e të gjitha shteteve që janë të përfshira, për edhe atyre që vendosin nëse do të përfshihet apo jo. Dhe realisht duket puna dhe është shumë e vërtet. Në momentin që mungon siguria dhe në momentin që ka një problematik të tillë, gjithçka tjetër nuk funksionon, bllokohet, ashtu siç po shohim që po ndodh. Si ka qenë, jam kurioze, kur e ke marrë vendimin për të futur në këtë sektor? Çfarë të shtyu? Domethënë, nga juridiku e profilizuar në sektorin e sigurisë. Ka qenë, si thua, të them të vërtetën, krejt e rastësishme. Ju përmendët, unë kam bërë tani njerëz shpesh më pyesin dhe më thonë, përse ke bërë 2 master? Dhe unë i them, sepse unë diplomova në vitin e krizës, ndërkombëtare, krizës financiare të madhe të 2008-2009, dhe nuk ishte punë. Edhe ajo që do bësh, do marrësh një bursë tjetër dhe do vazhdosh studimet. Nuk ka qenë vokacion akademik, ka qenë domosdoshmëri. Dhe në masterin tim të dytë në LUIS, që është një nga shkollat e industrisë, në fund të programit ata organizonin takime me industrinë, ata që janë European Champions, në këto kishte shumë kompani të mëdha, dhe 2 nga kompanitë që shprehën një farë interesi për profilin tim ishte kompania e çokoladë bërse, dhe kompania Leonardo, që është lider në integrimin e sistemeve të mbrojtjes, etj. Kjo e dyta funksionoi. Unë e fillova karrierën edhe më asnjëherë nuk e ndërpreva këtë fushë. Ishte e pazakontë, sepse gratë që punojnë në industrinë e mbrojtjes ishin ose support liderëve, ose punojnë në resurse humane, ose punojnë në komunikim. Nuk punonin asnjëherë në shitje, kontrata e të tjerë. Në 2012-2013 unë kam qenë gruaja e parë që ndonjëherë në historinë e për shembull Arabisë Saudite është ulur ballë për ballë me ushtarak të palës tjetër për të negociuar një kontratë. Dhe në hyrje të Ministrisë së Mbrojtjes të Arabisë Saudite në Riyadh ka qenë një tabelë e madhe shkruar no women allowed. Gratë nuk janë të lejuara të hyjnë. Interesante. Ende ruaj disa letra, letër jo kundërshtimi e konsideron ata, që duhet ma firmose ose babai, ose bashkëshorti, sepse atë botë në lindjen e mesme duhet kishe një gardian, nuk mund të operoje vetëm sigura. Pra këto lenë non-objection që këta më firmosin, që unë mund të shkoja, mund të punoja, mund të takohesha me këta njerëz, etj. Është një botë krejt tjetër cilën ne na duket sikur nuk ekziston, po në fakt është aty edhe në vitin 2000, edhe në vitet 2000 ca, domethënë. Shumë interesant. Ka pasur shumë përmirësime. Po. Por sfidat e fillimit kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha. Në 2022-ën unë uftova nga Princess Rima bin Bandar, që është pjesë e familjes mbretërore të Arabisë Saudite dhe ambasadore Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada, sepse për herë të parë
Arabia Saudite hapi forcat armatosure për të pranuar gra dhe vajzë. Edhe ky për mua ka qenë moment shumë prekës. E para, sepse u identifikohan si një nga njerëzit që në një farë formë kishte filluar këtë revolucion. Dhe më besoni ka pasur edhe rreziqe personale. Gjithmonë aty është Polici religjioze etj, domethënë me kujdes shumë të madh, por pa mbështetje në shumë kolegëve meshkuj në kompaninë ku punoja do të kishte qenë e pamundur, sepse kompania vendosi ta shtynte këtë gjë përpara, jo aq shumë si plan diversiteti, po më shumë si plan ky është personi që ne kemi zgjedhur dhe nuk do të pranojmë kompromis në këtë pikë. Pra ju duhet të uleni me këtë person dhe të negocioni. Edhe mendoj që ka qenë shumë revolucionare për atë kohë. Shumë interesante dhe në fakt të gjitha ato pyetjet që ne bëjmë në momentin e ndryshme të karrierës, cilat kanë qenë momentet më të vështira, sepse gratë në leadership kanë gjithmonë faza të vështira edhe përballje të vështira në secilën fushë, po jam e bindur që ti ke patur shumë më tepër të vështira edhe për shkak të zonës, edhe për shkak të sektorit, dhe aty stereotipet janë realisht penguese, pra nuk janë vetëm në mentalitet, po janë realisht penguese edhe në praktik. Edhe bravo për kurajën rreth parë, sepse është shumë e rëndësishme që gjithmonë të ketë një të parë, i cili thyen ose e cila thyen barrierat, që në pas rrugat hapet edhe për të tjerët. Edhe jam shumë krenare që kjo ka ndodhur, edhe që pse jo ka ndodhur nga një grua shqiptare. Cili ka qenë vendi që të ka impaktuar më shumë? Ti ke jetuar në shumë vite jashtë, edhe pse ke vendosur të kthehesh në Shqipëri? Është një pyetje që ma bën mua, edhe unë kam jetuar më shumë se sa 25 vite jashtë, ma kanë bërë gjithmonë, pse u ktheve për të kontribuar në Shqipëri? Unë kam jetuar jetën në mënyrë të tillë që kam vendosur të mos kemi një vend bazë ku jetoj. Jeta ime më shumë ka qenë diktuar nga karriera, sesa nga vendimi për të jetuar në një vend dhe pastaj t'ja përshtasësh jetën dhe karrierës vendit në cilin ke vendosur të jetosh. Pak a shumë ne jemi kështu nomadët e botës moderne, nocioni expatriate, po se gjithë jetën time kam qenë expatriate. E para, në linje të mesme, unë kam qenë pothuajse zakonisht based në Abu Dhabi, por kam shërbyer në 22 shtete në linje të mesme, Afrikë dhe më gjërë. Që kam parë realitete të vështira, për shembull realiteti i të punuarit në Pakistan, realiteti i të punuarit në Afganistan, realiteti i të punuarit në Irak, vende ku unë vazhdimisht kam udhëtuar për punë, kam qëndruar me javë të tëra, ndonjëherë me muaj të tërë, dhe të njëjtën kohë do ta lidhësh këtë botë me ata që është bota europiane, sepse ti lobon për këto shtete që të kenë një mbrojtje të dur, lobon në nivel politik. Për shembull, Jordania është një nga shtetet ku kryesisht ka sulme të vazhdueshme dhe në momentin që flasim, dhe ka një GDP për gjysma e Shqipërisë, dhe pjesa më e madhe e ndihmës ushtarake që merr është pjesë e lobimit që bëhet me kongresmen të ndryshëm në Amerikë ose në shtete të tjera, ose nga NATO shpesh, ata marrin shumë ndihmë nga NATO. Kështu që në një farë me ka qenë një ndërthurje e punës në të gjitha nivelet edhe shumë interesante, por kam takuar realitete sociale brutale. Shumë të dhimbshme. Të cilat të impaktojnë në jetë, shumë si trajtohet gruaja në Afganistan. Si trajtohet gruaja në Afganistan, dhe këto janë brutale, këto janë gjëra që nuk të ikin kur nga mendja. Tani pse u ktheva në Shqipëri, siç thash, unë jetën e kam jetuar kryesisht si nomade punës, edhe nuk e shoh, çdo vend e shoh si tranzitor në jetën time. U ktheva në Shqipëri e para sepse erdhi një moment ku unë mendova që në industrinë e mbrojtjes e arrita kulmin e karrierës time, u bëra ekzekutive rajonale për një nga kompanitë më të mëdha në botë, në tregun më të madh në botë. Për te saj, kjo është një, si dini, industrinë e mbrojtjes vazhdimisht shkojnë general 3 yllsh dhe 4 yllsh, unë kam punuar për 2-4 yllshe. Dhe arriti një pikë ku ti do ta shkëmbesh të matchmen me të pamatchmen. Dhe
e matshme, është karriera në kompanitë e mëdha, përfitimi financiar, etj. E pa matshme është ajo që ti vjen dhe bën për vendin tonë. Dhe ka qenë një vendim i vetëdijshëm, jo i ngutur, i pa kuptueshëm për shumë njerëz, domethënë shpesh njerëzit më pyesin si ndjesh. Ndonjëherë ndjesh, dhe po flas me sinqeritet, ndjesh sikur je në 1990, sepse disa gjëra janë brapa në sektorin tim specifik. Por çështja është kështu. Në jetë nuk ka rëndësi gjërat që bëna janë të mëdha të vogla, me rëndësi ka që në atë që është kursia jote, gjërat i bësh. Edhe unë kam dashur të rri në kursin time. Në fillim kur kam ardhur në Shqipëri, përveç mbështetjes që kam pasur nga lidershipi politik, mbështetja e gjërë që thua nuk ka qenë shumë e madhe sepse njerëzit e kanë siklet t'i asociojnë gratë me mbrojtje. Akoma, është interesante. Pra nuk ka pasur kur rëndësie për shumë njerëz, a kam qenë në Lockheed Martin edhe a kam punuar për 4 yllsha, në mendjen e tyre unë isha një vajzë e re dhe çfarë di kjo nga mbrojtja. Dhe por ka një gjë që ma ka mësuar karriera në linjën e mesme, duke qenë se në ato ambiente vazhdimisht dhe përdor një fjalë ndoshta jo shumë delikate, po të vërtet po shtrohesh nga gjinia tjetër, si grua. Është pjesë kulturore poshtrimi i vazhdueshëm i gruas, sidomos në atë sektor. Normal se është më stereotipiku i mundshëm. Ka mësuar një gjë, vetë aktualizimin. Pra, asgjë nuk është poshtë meje. Unë nuk kam as mani për të dukur, as mani për të provuar që e kam të qartë, unë jam e orientuar drejt rezultatit. Dhe përderisa e arrim rezultatin, nuk ka kur rëndësie se çfarë vështirësie ka në rrugë. Këtë ma ka thonë një lidere që ka punuar një nga kompanitë e mëdha dhe më tha një gjë, tha, në këtë karrierë duhet të zhvillosh një aftësi. Thash, cila është kjo aftësi? Tha, vetëm në një mënyrë shpëton. Është aftësia të bëhesh i pandalshëm. Pra, asgjë s'të impakton, asgjë nuk të prek, ti e ke caktuar të dalësh në krye një rrugë dhe e vazhdon këtë rrugë. Në momentin që njeriu vetë aktualizohet, bota nuk ka kur rëndësie për ty. Dhe do të them dhe një kaveat të vogël, nëse më lejon, kjo është personale, po e them për shumë vajza dhe gra që janë jashtë. Unë kam humbur babain në 2023 dhe në ditët e fundit ai më bën një pyetje dhe tha, më thuaj, tha, cili është suksesi më i madh në jetën tënde? Dhe tani këto po ja thua babait tënd i cili do të ndroj jetë, pra mund të jetë një nga bisedat e fundit. Dhe unë e shoh dhe më erdhi në mendje dhe i thash fakti që jam e lirë nga presioni social. Unë e konsideroj suksesin më të madh individual timin, që jam e lirë nga presioni social. Pra nuk ka kur rëndësie për mua se çfarë mendon tjetri. Të rëndësishme. Poshtrimi është i parëndësishëm, nuk e konsideroj. Mos konsiderimi nuk e konsideroj. Dhe shumë gjëra, dhe kjo është e vetmja mënyrë që të orientohesh drejt qëllimit. Nuk mendoj që ka mënyrë tjetër. Është psikologjikisht është shumë e vështirë të arrish në këtë nivel, por mendoj që nuk ka asnjë mënyrë tjetër se si njeriu i shpëton stigmën si grua. Kjo është një nga mesazhet më të bukura në fakt që kemi marrë në këtë podcast, sepse vjen nga një eksperiencë e vështirë dhe kur vjen nga eksperjenca është edhe më e fuqishme si ndjesi edhe si këshill. Dhe realisht një nga problematikat kryesore që i pengojnë vajzat dhe gratë është pikërisht kjo, presioni social, i cili na vjen në forma nga më të ndryshmet, më të çuditshmet, edhe më të pa nevojshme do të thoja. Domethënë është një presion social që vazhdon aty, nuk ka asnjë lloj logjike për të vazhduar për të ekzistuar, por ekziston edhe nuk e di, duket sikur ndonjëherë shoqëria e ka thjesht këtë kënaqësinë e pushtrimit që ti po thoje, dhe është një nga gjërat më të bukura që të arrish pikërisht këtë që ti ka arritur, që të mos të kaloj anash, i thon italianët, pra thjesht mos të pengoj rrugën. Dhe kjo është një nga këshillat në fakt më të bukura për vajzat dhe gratë, të cilat jo vetëm punojnë në fusha të tilla të vështira, por në çdo fushë tjetër. Se ne e ndjejmë
herë ndjem në familje, herë ndjem në shoqëri, herë ndjem në profesion, pra gjithandej dhe të mendosh që këtu ku jemi, në zonën ku jemi, prap jemi në një farë mënyrë kemi bërë shumë arritje për vajzat dhe gratë, mendo të shkojmë pak më tej në zona të vështira, ku të drejtat janë të mohuara me ligj. Edhe në fakt janë mesazhe shumë të rëndësishme të cilat mendoj se duhet vazhdojmë të japim që lufta vazhdon, se shpesh herë kur neve shkojmë edhe në Shqipëri, në parlament, në qeveri, në vendet ndryshme të kërkojmë më shumë drejta për vajzat dhe gratë, ne thonë ç'a doni se e keni arritur gjitha. Në fakt nuk jemi ende aty. Për sa kohë qoftë edhe një grua dhe një vajzë nuk ndihet e lirë për të ndjekur rrugën e vet, për të dhënë kontributin e vet, aty jemi në momentin që nuk i kemi arritur gjitha dhe prandaj vazhdojmë kontributin edhe përpjekjet gjithë bashkë. Por me modele të tilla është edhe më e thjeshtë që ta përçojmë mesazhin që po ja dilet, edhe në realitetet më të vështira. Dhe me që po flisnim për prioritetet, për rrugën e vendosur, cili është nëse cili prej nesh kur merr një detyrë e ka një pikë synim ose një gjë që thotë këtë do ta arrij për aq kohë sa jam në pozicionin. Cila është një nga prioritetet që ti ke vendosur ose kali betejës le të themi në pozicionin që je aktualisht zëvendës ministre e mbrojtjes, i cili është një pozicion shumë i rëndësishëm në një kohë shumë të rëndësishme. Faleminderit për këtë pyetje, Edlire, kam shumë afër zemrës këtë. E para, një nga realitetet më të vështira që kam hasur këtu kur jam bashkuar mbrojtjes është se ka humbur në popullat, ka humbur sensi i kuptimit për atë që bën njerëz në uniformë. Madje ndonjëherë njerëzit në uniformë nga popullata e përgjithshme konsiderohen si të tepërt. Ose njerëzit duken thjesht bukur, se uniforma është e shkëlqyer për të. Unë lëndohem njerëz, siç e përmenda, kam punuar gjithmonë vetëm me njerëz në uniformë. Dhe ka një gjë që njerëz nuk e kupton, ai që vesh uniformën, ajo që vesh uniformën. Në momentin që ka veshur uniformën, është bërë gati për gjithçka. Ndoshta do të jetojmë 100 vite, 1000 vite në paqe. Ja, nuk do të ndodhë asgjë. Për uniforma nuk ka përgjegjësi vetëm ruajtjen e sovranitetit territorial të një shteti për angazhimin në luftë. Ne kemi rreth 520 njerëz sot, burra dhe gra, që janë në misione në shtete të rrezikshme. Ne kemi humbur njerëz në misione dhe një nga tragjeditë e mia personale kur erdha këtu ishte që shpesh njerëz më pyesnin dhe ne kemi pasur trupa në Afganistan dhe më thonin ç'a bëjnë trupat thonë, nuk bëjnë asgjë, e kuptoni, len atje dhe këtu dua ta shpreh këtu, sepse është e padrejtë kjo që thuhet. Dhe fati ka dashur që unë të punoj për komandantin suprem të koalicionit në Afganistan, një 4 yllsh, cili ka pasur në komandë dhe trupat shqiptare. Dhe nga trishtimi i madh kam telefonuar dhe i pyes dhe i them general, do të më tregosh të vërtetën çfarë kanë bërë trupat tonë në Afganistan. Sepse unë vi këtu dhe dëgjoj këto shëmtime. Dhe ai më thot kështu, më thot, shiko. Thot trupat tuaj ndoshta kanë bërë një nga misionet më të vështira, që është misioni reconnaissance, pra i kemi duke qenë se shpesh nuk kam pasur pajisje, që mund t'ja bashkonin misionin. Janë përdorur ata si njerëz dhe si individ më shumë se sa dikush që menaxhonte pajisjet, pra kanë krehur territore vazhdimisht. Në konvoj, territore. Dhe vetëm ata që mund të kenë qenë në Afganistan e kuptojnë se sa i gjerë është ai territor, se sa tradhtar është ai territor, se si të del dikush kudo dhe të godet. Pra kanë bërë misione shumë të vështira. Nuk ka hatër në aleancë, nuk të mban njëri me hatër pse vjen nga Shqipëria. Absolutisht. Dhe më lëndon të tmerrsisht shumë opinioni publik në Shqipëri që ka tendencën të nënvlerësoj forcat armatosura shqiptare. Forcat armatosura, se thash, nuk merren vetëm me suveranitetin territorial, merren me emergjencat kombëtare, me kërkim shpëtimin. Forcat armatosura vetëm vitin e kaluar kanë shpëtuar rreth 25 anije emigrant në det të hapur, që janë ekuivalent me rreth 180 jetë njerëzish, mes tyre dhe fëmijë. Këto janë operacione tmerrsisht të rrezikshme.
Bëjnë gjithmonë në rreziqet në tyre. Janë heronj të pakënduar. Edhe ne si popullat jemi jashtëzakonisht të padrejtë ndaj tyre, shumë shpesh. Dhe një nga objektivat kryesor ka qenë kthimi i dinjitetit forcat armatosura, rritja e gatishmërisë së forcat armatosura, sepse që thash një shtet mund të ketë 1000 probleme. Nuk ka shkolla, nuk ka spitale, nuk ka të tjerë. Po në momentin që ke një rrezik të sigurisë kombëtare, të gjitha këto binë në plan të dytë. Kjo është realiteti i frikshëm i jetës. Dhe bota ka pasur luftën e parë, luftën e dytë, kemi luftra sot. Nuk dua të krijoj panik dhe të them që jemi krah lufte, por nuk përgatitesh kurrë për luftën kur e pret luftën. Kjo është diçka që duhet të jesh gjithmonë i përgatitur. Ndonjëherë gabimisht mund të ndodhi një gjë në vendin tonë. Pse ne jetojmë në një rajon specifik, kemi përjetuar luftën shumë afër 25 vite më parë në Kosovë. Nuk është kaq Vazhdon Ballkani të quhet fuqia e barutit, kështu që ne di mirë këtë. Kështu që këto janë pak a shumë disa nga prioritetet. Kthimi i dinjitetit, por mbi të gjitha kthimi i vëmendjes politike drejt mbrojtjes. Unë në fakt jam një nga ata njerëzit e anës tjetër, sepse jam mbes e shumë ushtarakëve. Stërgjyshi im ka qenë general, gjyshi im ka qenë ushtarak. Të afërmit e mi në përgjithësi unë jam rritur në një familje ushtarakës dhe kam një respekt të veçantë për uniformën, sepse më kujton veçanërisht gjyshen tim, i cili kishte një xhaket që e mbushte me medalje që këtu deri këtu, dhe është një nga kujtimet e mia të fëmijërisë, dhe thosha pse ka ky njeri kaq shumë dekorata, që kishte njëra mbas tjetrës. Dhe kam një respekt të veçantë sepse kam parë se me sa dinjitet ata dhe me sa patriotizëm ata e bënin punën e tyre. Dhe një nga gjërat që ne na mungon sot me këtë përpjekjen për të globalizuar çdo gjë, për të relativizuar çdo gjë, është edhe ndjenja e investimit tek patriotizmi. Dhe mendoj se njerëzit të cilët e kanë shumë më të theksuar këtë ndjenjë janë pikërisht ushtarakët. Dhe kjo është një nga gjërat që unë vlerësoj dhe e di se cilat janë përpjekjet që kanë, se duke qenë edhe një sektor shtetëror, publik, ti e gjithmonë në një farë mënyre i kornizuar, e ke të vendosur pozicionin tënd, nuk bën dot më shumë se aq ose më pak se aq, edhe për të mbajtur familjen ndonjëherë. Dhe kjo është një sakrificë e cila duhet vlerësuar, dhe mendoj se kjo është një nga gjërat më të bukura. Domethënë rikthimi i dinjitetit të uniformës, jo vetëm e ushtrisë, por të gjitha uniformat të cilat i shërbejnë sigurisë, cilat unë personalisht tash në eksperjenca ime i kam respektuar gjithmonë, por është e vërtetë dhe është shumë interesante. Kjo është një eksperiencë personale. Vajza ime e vogël në një univers në cilin askush nga vajzat nuk ka dëshirën për të bërë me uniform, kur e pyesnin çfarë do të bësh, thoshte unë dua të bëhem police, kur ishte vetëm 5 vjeç. Sepse dhe ajo kishte një dashuri për uniformën, të gjithë dukeshin me të njëjtën lloj uniforme, dua të bëhem police, dhe i thoshim ne pse? Thoshte sepse unë dua të ndihmoj njerëzit që ata të ndjehen të sigurt. Kjo ka qenë në fëmijëri. Dhe realisht është një sektor që na bën të ndihemi të sigurt, por nga ana tjetër, për mendimin tim jo vetëm kjo, është një sektor i cili ka një rëndësi të veçantë dhe janë disa gjëra për cilat ne që punojmë me politikat e dim shumë mirë, që buxhetet janë të limituara. Dhe sektori mbrojtjes ka nevojë për buxhete shumë të larta për pajisje apo për investime etj. Po ka disa gjëra të cilat nuk kanë nevojë për buxhete, siç është pikërisht kjo. Domethënë të bësh një ndërgjegjësim mbi rëndësinë e këtij sektori, nuk është se ka nevojë për ndonjë buxhet specifik dhe shumë të madh, është më shumë çështje vullneti, dhe mendoj se do të arrim së bashku, gjithë ne që realisht besojmë në këtë sektor, dhe duke e rikthyer pak te pjesa e grave. Cili mendon se ka një pozicion të mjaftueshëm sot gratë dhe vajzat në sektorin e mbrojtjes në Shqipëri? Ne kemi 2 graj generale, pra kemi përparuar shumë në këtë pjesë.
Kemi arritur aty ku duhet jemi, apo ka një kontribut edhe të mëtejshëm që mund t'japen? Gratë në uniform në përgjithësi, jo vetëm tek pjesa e politikave. Atëhere, gratë në ushtria shqiptare sot ka 25% gra. Që është një numër shumë i mirë. Që është numër i konsiderueshëm. Krahasim me nivelet botërore. Është numër i vërtet, nuk është numër që është thyrë përpara nga politika specifike për balancimin gjinor. Pra është prurje krit natyrale. Interesante, dëshirë pra personale. Është dëshirë personale dhe prurje krit natyrale për shumë njerëz, sidomos njerëz natyrale, ushtria është një mundësi e jashtëzakonshme. E para sepse edukimi mund të fillojë që në moshën 14 vjeçare, ka dhe trajtim financiar për këtë nga mosha 14 vjeçare. Në një farforme ti i bashkohesh një korpusi që ta vendos ty karrierën dhe nuk do ta kesh më kur shqetësimin e karrierës tënde. Për shumë gra është mënyra e vetme se si të arrihet një lloj lirie, po dhe një lloj pavarësie, sepse ju e të lirë keni një jetë që merrni me këtë, pa emancipim financiar dhe ekonomik, nuk mund të ketë liri. Edhe kjo është një realitet që ne shpesh e shmangim, por barazia nuk mund të fitohet ndryshe përveç se duke qenë i pavarur financiarisht dhe ekonomikisht. Përpara se të vija unë në Ministri të Mbrojtjes, neve kemi pasur 0 gra generale. Në 9 muajt e fundit kemi 2, një yllsha, dhe shpresoj që do të kemi edhe më shumë. Dhe këtë e thash një mënyrë për të bërë me dije. Pra, nuk ka pasur aksion afirmativ për t'i promovuar këto gra se janë gra. Ka pasur aksion për të bërë të mundur që këtyre grave t'i njihet merita barabartë si kolegët e tyre meshkuj, që kryesisht kur kanë aplikuar për rritjen e detyrë, se janë disa teste, është një shkollë veçantë që bëhet për çdo stat të rritjes në detyrë në forcat armatosura. Shpesh kolegëve meshkuj është njohur më shumë dhe më shpesh ky privilegj sesa kolegeve femre. Edhe këtu ka pasur një keqkuptim edhe një distorsion edhe brenda vetë forcave të armatosura. Po edhe idenë që po mirë se burrat burrat identifikohen me karrierën dhe burrat duhet bëjnë një yllsha, 2 yllsha, kurse gratë kanë dhe gjëra të tjera. E vërtet? Dhe ky është nocion shumë i gabuar. Neve për fat të mirë kemi edhe një veçanti, kemi shumë gra në misione jashtë vendit, disa nga ato unë shpesh i kam takuar. Dhe sa herë në një nga këto gra shpesh lind fëmijët, edhe të vegjël, edhe të mitur, edhe shumë të vegjël. Dhe mund ta imagjinoj se si është për një nën të mos shohë fëmijën 6 muaj, 9 muaj. Ka nëna që ndahen nga fëmia 1 vjeçar, nga fëmia 2 vjeçar për të shkuar në mision. Dhe shpesh më vinë ne bëjmë një gjë, vinë në zyrë, ulen dhe një herë më vjen njëra dhe tha, kam vajzën, tha 3 vjeçë dhe qante. Dhe thash, më dëgjoj, thash, mos qaj, thash, e kupton se çfarë ke bërë ti për vajzën tënde? Thash, çfarë? Thash, i ke dhënë vajzës tënde shembullin më të mirë që asgjë nuk është e pamundur në jetë. Pra njësoj si babai që mund të ikë, ta vazhdoj karrierën, të dalit, të udhtojë të tjerë, e ke bërë këtë gjë për vajzën tënde. Pra, ja ke përcaktuar vajzës tënde faktin që nuk ka tavan. Edhe ndonjëherë sakrifica është e madhe, po mesazhi që jepet për mes sakrificës është i domosdoshëm. Shumë e bukur, në fakt, është e vërtet. Fëmijët, jo vetëm fëmijët, por edhe shoqëria nuk mëson nga fjalët, mëson nga modelet. Edhe kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëjmë, që mund t'japim. Edhe unë mendoj se realisht gratë në çdo fush, ne kemi pjesë të punës patjetër, po sjell një perspektivë ndryshe edhe në vendimmarrje. Duhet dëgjuar perspektiva e grave dhe vajzave në vendimmarrje, sidomos në fushën e sigurisë. Dhe më korrigjo nëse kam gabim, unë e përdor gjithmonë sa herë që ne flasim për rezolutën e famshme 1325, për cilën edhe Shqipëria ka punuar shumë dhe ka qenë gjithmonë avangard. Po sa herë flasim edhe për Women, Peace and Security, gratë, paqja dhe siguria në shumë aspekte, në vendet ndryshme të botës, unë e them që ka pasur
shumë pak ose asnjë grua që të ketë nisur një luftë. Dhe kjo është një gjë e rëndësishme për t'u patur parasysh kur ne krijojmë grupet vendimarrëse dhe kur krijojmë politikat e mbrojtjes, kur krijojmë politikat e sigurisë, edhe kur marrim vendime të rëndësishme të cilat impaktojnë jo vetëm një kom të caktuar, po një rajon, po qoftë edhe gjithë botën, ashtu siç po ndodh tani, se të gjithë po impaktohemi, qoftë edhe pse lufta apo konflikti po ndodh në vende të ndryshme të botës. Kështu që mendoj dhe jemi dakord që perspektiva gjinore në vendimarrje, sidomos në këtë sektor, është ende e rëndësishme dhe është shumë e vlefshme. Tek pjesa e vajzave dhe grave, thash, ne kemi punuar shumë me rezolutën 1325. Ka patur një vlerë të shtuar kjo rezolut për gratë, paqen dhe sigurinë në Shqipëri. Ne kemi qenë një nga vendet e para që kemi bërë edhe plan veprimin, jo vetëm në fushën e mbrojtjes, po domethënë edhe në fusha të tjera. Mendon se ka patur një impakt në nivel global, apo është një nga këto rezolutat që kanë kaluar kështu të pa? Do të jem ndoshta në mënyrë brutale e sinqert në këtë pikë. Iniciativat janë shumë të rëndësishme, unë mendoj që kjo është një iniciativë e rëndësishme, por e vërteta faktike sot në botë është që gratë konsiderohen më shumë si rimëkëmse pas luftës dhe konfliktit, sesa përpara se të filloj lufta dhe konflikti. Dhe në fund mbeten kryesisht gratë që mbajnë pasojë jashtëzakonisht të mëdha familjare, ekonomike, në përfundim të një lufte ose të një konflikti. Por gratë, unë më shumë do të cilja në perspektivën e kontributoreve në fushën e, ja do të jap një shembull. Bëj një vizitë para disa vitesh në një nga kompanitë që bënin raketa mbrojtëse. Dhe hy aty dhe ishte një zonjë rreth të 60-tave, kjo do të thënë gjyshja klasike e shtëpisë që të vën pavkeke të tjerë. Dhe puna e kësaj zonjës ishte që të montonte kokën e raketës në raketë, edhe kjo ishte një nga tallat që e bënte këtë punë, dhe e montonte, dhe po flasim për raketa shumë të avancuara. Po ta shikoje në rrugë të grua, do të kjo është një gjyshe klasike, nuk do ta lidhje kurrë me këtë gjë. Dhe ndalem dhe e pyes dhe i them pse je në zinxhirin e montimit të kësaj rakete. Dhe ajo më thotë që nëna e saj kishte marrë pjesë dhe kishte ndihmuar atë botë, kishte punuar për kompaninë Ford, kur bonin aeroplanët shpejt gjatë luftës së dytë botërore. Dhe tha, unë si fëmijë tha e dija, tha që vetmja mënyrë se si babait më ktheheshe në shtëpi nga lufta, se si vllait më ktheheshe në shtëpi nga lufta, ishte që ne ta fitonim. Që ne ta fitonim luftën. Ndonjëherë kur hyn në luftë, të gjithë mobilizohen, gratë kanë mbajtur pesha shumë të mëdha. Edhe të panjohura në fakt. Por mendoj që gratë konsultohen pak përpara fillimit të një konflikti. Sot luftat e fillojnë burrat dhe peshën përfundojnë dhe e mbajnë gratë dhe fëmijët. Ky është realitet i hidhur, po i vërtet. I hidhur është realisht dhe vazhdojnë të mos konsultohen dhe kjo është një nga problematikat për cilat ne ende sot në një botë që për mendimin tim duhet investonte më shumë tek inovacioni, tek zhvillimi, që kemi të gjitha mundësitë për ta bërë, investon çik më tepër tek pushteti që tregohet përmes fuqisë ushtarake, edhe kush ka veçanërisht gratë, po edhe ato gra që kanë fëmijë, kanë familje, po në përgjithësi edhe shoqëritë, sot nuk e duan luftën. Pra shumë pak njerëz e duan luftën, njerëz e duan paqe, duan zhvillim, duan ekonomi. Por është një nga problematikat fakt që duhet diskutuar së gjëri dhe është e vërtet. Perspektiva gjinore duhet në çdo vendimmarrje dhe pjesëmarrja duhet të jetë e qëndësishme dhe e vërtet, jo thjesht në numra për t'i përfshirë. Ne kemi një rubrik që e quajmë mit ose e vërtet në podcastin ton, në cilën bëjmë pyetjet që përgjigja e cilave është vetëm me një fjalë. Edhe ne themi këtë gjë për politikën, po edhe për sektorin e sigurisë. Ndonjëherë një fjalë vetme, një po ose një jo, një buton i vetëm mund të krijojë
problematika ose zgjidhje të mëdha. Kështu që prandaj dhe e bëjmë dhe ne me pyetje thjeshta këtë pjesë të podcastit që quhet mit ose e vërtet. Në politikë dhe në vendimmarrje, pra në përgjithësi në politikbërje, vendimet merren më ngadalë se sa në biznes. Me që ti ke të dyja eksperiencat. E vërtet. Është mit apo e vërtet? E vërtet. Prandaj ecën biznesi më shpejt. Politika ka shumë burokraci. Presioni financiar. Sektori publik është më pak meritokratik se ai privat. E vërtet. Politika kërkon më shumë kompromis, vendimmarrja në tërësi, kërkon më shumë kompromis se sa sektori privat. Se ka nevojë për më shumë balancë. E vërtet dhe kjo. Në administrat, ekspertiza teknike shpesh zëvendësohet nga vendime politike. Është e vërtet, e di që s'është e lejuar, por gjithmonë e më shumë vendimet politike kanë nevojë për mbështetje teknike. Gratë përballen me më shumë sfida në tranzicionin drejt vendimmarrjes dhe leadershipit. Absolutisht e vërtet. Sektori i mbrojtjes është më konservator ndaj ndryshimit të shpejtë. E vërtet, po dhe kjo me kaveat, sepse inovacioni bën punën e vet, nëse flasim në aspekt teknologjik. Por është më normalisht konservativ. Në leadership edhe në vendimmarrje, rezultatet afatgjata shpesh sakrifikohen për ato afatshkurtra për të treguar më shumë arritje. Plotësisht e vërtet. Të jesh në vendimmarrje dhe në leadership, do të thotë të jesh gjithmonë në gjykimin publik. Plotësisht e vërtet. Vendimmarrja, politika, politikbërja kërkon që të jesh gjithmonë një hap përpara krizave. Kështu duhet të ishte në realitet, po nuk është kështu. Pra ndoshta mit. Presioni mediatik ndikon në cilësinë e vendimmarrjes. E vërtet. Të qenit pjesë e një qeverisë ekzekutive të ndryshon mënyrën se si e sheh realitetin. Pra kur vjen nga një sektor tjetër. E vërtet dhe kjo, mund të themi, po. Kjo ishte rubrika mit ose e vërtet, sepse thash ndonjëherë kemi këtë tendencën që ti zgjasim përgjigjet, por shpeshherë vendimmarrja është edhe me një fjalë dhe gjendemi përpara krizave apo përpara vendimeve të vështira të cilave duhet t'u japim një rrugdalje. Nuk ka vendimmarrje plotësisht të saktë kurrë, por vendimmarrja është shumë e rëndësishme që të jetë efektive. Efektive do të thotë të jetë e shpejtë. Veçanërisht në sektorin e mbrojtjes, vendimmarrja nuk duhet të jetë është e vështirë të ketë konsensus total, sepse sektori i mbrojtjes nuk do ketë kurrë konsensus të përgjithshëm nga të gjitha palët. Unë mendoj që nuk ka zëvendësim për dialogun, por është një sektor ku është mirë që vendimet t'i marrin ekspertët, sepse pastaj ndodhin gabime të mëdha, ndonjëherë gabime fatale, edhe është shumë i rëndësishme, nuk është si ky është një sektor afatgjatë. Dhe mendoj që gjëja më e vështirë e sektorit të mbrojtjes është që kushdo që është lider, ministër, zëvendës ministër, e bën punën sot, por rezultatet i shohësh 3 ose 5 vite mbrapa, ndoshta nuk je më në pozitë për të korrur frytet e punës. Edhe mendoj që njerëzit do të pajtohen me këtë gjë. Ama një nga gjërat e bukura që unë mendoj se duhet të ekzistojnë në politik, është që ti ke mundësinë të bësh diçka dhe pastaj ta kesh atë gjë si një gjë që e ke bërë ti. Domethënë funksionon shumë më kollaj në politika që janë në politikën vendore, sepse gjërat janë më të arritshme, më të prekshme, po dhe në politikat e tjera ti thua këtë gjë e kam bërë unë, ashtu siç the për shembull që revolucionin në një farë mënyrë për integrimin e grave në sektorin e mbrojtjes e kishte nisur dhe kjo është një krenari që nuk vjen në fushat të tjera kur ti nuk je në vendimmarrje. Ndonjëherë pjesën e sfidave që ne marrim përsipër kur jemi vendimmarrje, kur jemi në leadership, që shumë njerëz mund të duket e loshën, të po pse i futesh kësaj pune, ri rehat, ke shijoje jetën dhe ti ke gjithmonë këtë pjesën që okay, do ta marr këtë sfidë, do ta bëj këtë gjë. Por pastaj rezultati është që ti ke krijuar një diçka tënde ku ke kontribuar dhe kjo është një nga shpërblimet më të mira, mendoj unë. Një nga pyetjet e fundit që
ne bëjmë gjithmonë është për ta mbyllur me nota pozitive, ndonse folëm shumë për sukseset edhe për arritjet. Cili ka qenë momenti më i bukur në karrierën tënde që ti e mban mend për te atyre që diskutuam? Ka ndonjë moment tjetër që të ka impaktuar, po edhe më i vështirë në një farë mënyrë? Ti the që ke hasur në sfida shumë të vështira, ka ndonjë moment që do ta ndash që nuk e ndam deri tani? Ne folëm për patriotizmin, luftën, paqen, edhe shpesh ma bëjnë këtë pyetje njerëzit. Edhe përderisa bota, unë në thelbin final të timin si profesioniste, do ta konsideroj veten si një ekspert të trashëtimit gjeopolitik, sepse mbrojtja dhe të gjitha instrumentet e mbrojtjes ndahen në perëndimore dhe lindore. Pra, bota e lirë perëndimore jemi ne, që kemi NATO, unë mendoj që NATO është organizata më e rëndësishme operacionale që ka pasur ndonjëherë njerëzimi, dhe është pala tjetër. Dhe përderisa ekziston kjo ndarje ideologjike në botën tonë, do të ketë gjithmonë nevojë për instrumenta mbrojtje. Qoftë armatim, qoftë sisteme ndryshme antiraketore e të tjerë. Shpesh njerëzit më bëjnë një pyetje dhe më thonë, a nuk ndihesh ti keq? Dhe kjo më ka ndodhur në një nga aktivitetet që kisha kur isha në industri, më vjen një gazetare dhe më thot, sapo je bërë non, thot, a nuk ndjen ti thot keqardhje që ti punon në këtë industri? Asnjëherë. Pse? Sepse kur shkon në vende, për shembull, do të marr një shembull, Jordania, një vend që është vazhdimisht në sulmin e raketave. Dhe jo sepse ata kanë bërë një gjë, po sepse ke Iranin këtu, Izraelin këtu, ata janë në mes, dhe kryesisht nga ato që fluturojnë, një pjesë e madhe ju bie në territor. Imagjino dëmet në jetë njerëzore që do të ndodhin në atë vend, sikur shteti mos kishte një sistem antiraketor. E vërtet? Pra, do të vdisnin me mira njerëz. Dhe kur e bën të mundur që ushtarakët ati vendi që janë nëna, baballare të tjerë, marrin në dorë një sistem për të mbrojtur jetën e qytetarëve dhe të fëmijëve të tyre, ju ke dhënë një instrument se si ta ruajnë paqen edhe jetën njerëzore. Dhe keqkuptimi më i madh i të gjithë karrierës time me popullatën e përgjithshme ka qenë ky. Njerëzit në mbrojtje armatimi është i keq. Armatimi është e vetmja garanci që ne kemi sot të shfëtojmë jetë njerëzore. Si i përdorin shtetet dhe si politika e transformon qëllimin industrial të si prodhojnë sistemet, ajo është tjetër temë. Por ideja bazike që starton gjithmonë çdo inxhinier në një laborator të një të kompanive të mëdha është për të krijuar instrumente mbrojtëse. Dhe pjesa më e madhe e shitjeve që ndodh në industrinë e mbrojtjes në planetin tonë sot, në botën perëndimore, po ndaj, janë sisteme mbrojtëse. Pra sisteme antiraketore që aktivizojnë vetëm kur dikush të sulmon, jo në rrethana të tjera. Dhe mendoj që ka keqkuptim të madh në këtë, dhe këtu do ta shifja vështirësinë më të madhe të timin ti bësh njerëzve të kuptojnë se çfarë është mbrojtja dhe pse ekziston mbrojtja. Nuk do të kishte paqe në botë sikur mos kishte industri mbrojtje, sepse pala tjetër, rreshtimi tjetër gjeopolitik, atëherë do mund të bënte dëme shumë më të mëdha në pjesën tonë të botës. Dhe përderisa ekziston kjo ndarje gjeopolitike, bota nuk mund të jetojë pa industri të mbrojtjes ose pa kultivuar ushtrinë e të tjerë. Jo, patjetër. Fatkeqësisht jetojmë në një botë që unë e thash edhe pak më përpara. Pushteti është një nga dëshirat e shumë njerëzve dhe pushteti në përgjithësi merret me luftë, me konflikt. Dhe është te kjo pjesa e ndryshimit, mund ta konsiderojmë mbrojtjen si një, pra ose si ushtrinë le të themi apo sektorin e sigurisë si një mjet sulmi,
ose si një mjet mbrojtje. Kështu që nuk është gjithmonë vetëm një mjet sulmi. Ti duhet investosh edhe tek mbrojtja dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe ne po e shohim edhe në konfliktin e fundit, qofse NATO për shembull nuk do të kishte neutralizuar edhe ato që raketat që janë hedhur mbi Turqi, patjetër që konflikti do të ishte përshkallëzuar tashmë, urojmë që të mos ndodh. Nuk e di se si është parashikimi i sektorit të mbrojtjes, domethënë ne nuk jemi ekspert në këtë pjesë, por unë uroj dhe shpresoj që logjika edhe dëshira për të investuar më shumë, siç e thash, kjo do ishte pjesa vendimarrja ime tek inovacioni, tek teknologjia, tek përmirësimi i jetës edhe jo i pushtetit. Për mua do të ishin motori kryesor që duhet të jepnin zë politikanët edhe ata që kanë mundësi për të marrë vendime për vende të ndryshme. Dhe pyetja e fundit në këtë bisedë që në fakt unë e shijova shumë, dhe para pyetjes fundit kam një kuriozitet gjatë gjithë bisedës, se unë e thash që sërgjyshi im ka qenë general që në kohën e Turqisë, pastaj të gjithë afërmit e mi, po këtë punën e yllave nuk e kuptova, se ti flisje shpesh për 4 yllsha, për një yllsha, domethënë yjet janë të nivelit generali fillon me një yll dhe pastaj mund të marrë yje të tjera, se ishte një kuriozitet që po, në Republikën e Shqipërisë kemi deri në 3 yllsh. Okej. Pra ka një yllsh që është general brigade, është 2 yllshi që është general major, është 3 yllshi që është lieutenant general. Po. Ndërsa në sistemet e tjera, veçanërisht në Amerikë, ka dhe 4 yllsh. Tani ka, për shembull Amerika në 200 e sa vite shtet, mund të ketë pasur rreth 80-90 4 yllsha. Është titull shumë i rrallë dhe kryesisht generalët me 3 yje ose admiralët me 3 yje janë operativ. Në momentin që bëhen me 4 yje janë diplomat. Konsiderohen general, pra bëjnë strategji të mëdha, strategji lufte e të tjerë. Dhe gjithë karrierën time unë kam punuar vetëm për njerëz me uniform. Dhe kjo shumë e bukur. Dhe kjo është për mua është privilegj. Tash unë kam gjithë karriera ime është formuar nga njerëz në uniform, unë si thash kam punuar që është shumë e vështirë sepse imagjino këta njerëz e kanë shumë të vështirë të tranzitojnë. Kur je general me 4 yje do të thotë që këta kanë qenë kryesisht në ushtrinë amerikane. Ke qindra mijëra njerëz në komandë. Ke pushtet letal. Se kjo është, prandaj duhen njerëzit e dur në këtë pozicion. Pra ke pushtet letal, nëse ke bërë luftrat e Afganistanit, Irakun e të tjerë, pushteti jot letal është që ti vendos sot kë godet, ku ti bie raketa e tjerë e tjerë. Pra, de facto ke pushtet më të madh se një politikan. Pikërisht. Ke pushtet mbi jetën. Dhe këta janë njerëzit më të rëndësishëm që unë kam takuar në jetë, jo vetëm për shkak se kanë ruajtur modestinë e tyre, por mbi të gjitha për shkak të faktit se e kanë kuptuar peshën e punës tyre. Pra, nuk mjafton të jesh në një zyrë dhe të marrësh vendime, dhe një prej tyre më ka lënë një mbres të veçantë. Unë udhtoja me të, ai kishte tranzituar nga 4 yllsh në kompaninë e mbrojtjes dhe fluturonim nga Abu Dhabi në DC. Dhe natyrisht, si shpesh e do korporata, udhtonin biznes ose first dhe hyn disa ushtar dhe ky 4 yllshi e fshe kokën dhe ul kokën në gjunjë. Dhe unë nuk po kuptoja ç'po ndodh dhe i them ç'po ndodh, je mirë? Dhe thot, a kaluan, thot këta në uniform? Dhe i them, po kaluan, pse? Dhe unë tha jam të mirë të ishti turpëruar, të shoh ushtarët e mi në uniform, që ata më shohin që unë sot fluturoj business class. Sa e bukur. Sepse këta janë njerëz dhe kishte genuine. Dhe thëmë, për të që moment ai u ndje jo i poshtruar, i turpëruar thellësisht, që ushtarët e ti mund ta njihnin dhe ta shihnin që tani ky njeri që këta kishin udhëtuar gjithmonë
se ushtarët nuk u thonë në kushte të mira, u thonë në aeroplan luftarak e tjerë me Tash, një urse të vogël, të shveshë shumë ftohtë se janë ato të hapura. Dhe kjo është modestia e leadershipit të vërtet. Sa e Mendoj, bukur. nuk ka asgjë më të bukur te një lider se sa të kesh pushtet letal, po modesti të përjetshme. Edhe mendoj se ky është mesazhi më i bukur me cilin ne mund ta mbyllim këtë podcast. Nëse ti nuk ke diçka për shtuar, po unë e shijova shumë këtë bisedë, dhe të falenderoj për kohën që na dedikove në këtë periudhë të vështirë në fakt, edhe shumë të ngarkuar, por siç e thash është një nga bisedat që kam shijuar më shumë dhe uroj shumë që të shtohen modele të tilla si ky që tham, por edhe modelet grave dhe vajzave të cilat kontribojnë bukur, fort në fusha në cilat janë shumë të rëndësishme për të gjithë ne dhe në cilën përmes vendimeve të tyre mund të ndryshojnë jetët tona për mirë. Kështu që faleminderit për gjithë kontributin, faleminderit për bisedën dhe të uroj shumë suksese në vendimarrje, qoftë në nivelet më të larta, aty ku do duash të vazhdosh të japësh kontributin tënd dhe ne do jemi shumë krenar të ndjekim hap pas hapi në këtë kontribut. Faleminderit juve, kënaqësia ishte gjitha imja. Ky është episodi i radhës Vox Politics me një bisedë të veçantë mbi gratë në sektorin e sigurisë dhe të mbrojtjes dhe me një bisedë e cila i dha zë këtij sektori që në përgjithësi nuk ka zërin e mjaftueshëm dhe nuk ka promovimin e mjaftueshëm për një punë të madhe dhe shumë të rëndësishme që bëhet mbrapa kuintave. Nga unë Edlira Çepani, ju përshëndes dhe ju pres në episodin e radhës. Mirupafshim.